gjithë qytetarët shqiptar, jo vetëm për Partinë Demokratike. Sot një padrejtësi shumë e madhe është bërë zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga administrata amerikane. Një padrejtësi e madhe që nuk ka rënë vetëm mbi demokratët dhe mbi Partinë Demokratike, por ka rënë mbi këtë kuvend dhe mbi gjithë popullin shqiptar. Një padrejtësi e madhe e lobuar nga Partia Socialiste, nga Edi Rama, miku i Megoni Galit, miku i Roni Efetit, nga Edi Rama i cili nuk ka lënë mekanizëm para dhe lobim përmes George Sorosit për goditur dhe zhbër opozitën në Shqipëri. Aktakuza më e madhe sot për Partinë Socialiste është heshtja juaj. Duhet të ngriheshit minimalisht në dinjitetin e ligjvënësit dhe të përshëndesnit një vendim që është bën një njollë të madhe mbi kuvendin e Shqipërisë, mbi politikën shqiptare, mbi Partinë Demokratike, mbi opozitën. Sot është PD-ja në opozitë, nesër do jeni ju zotëri. Dhe të jeni të bindur që me dëmet që i keni bërë këtij vendi, pasojat do jenë të jashtëzakonshme. Vetëm ditën e djeshme, Taulan Balla, që është këtu, përmendte Nongratën, përmendje Oqeanin dje, përmendje vizitën në Bosnjë dje, që kreu i PD-s nuk kalonte dot Oqeanin, përmendje Nongratën dje. Po sot çfarë komenti ke? Ndërkohë, zoti kryetari i kuvendit, dy çështje. E para, dua konfirmim zyrtar nga ana juaj. A ka ardhur sot kërkesë e dytë nga prokuroria e posaçme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut? Jepini përgjigje qytetarëve shqiptar. A ka sot një akuzë të re dhe një kërkesë të re për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut? Ndërkohë, si është e mundur që për herë të parë në 36 vite parlamentarizëm keni sjell një rendite me 6 interpelanca. Keni hequr çdo projekt ligj. Pse? Keni hequr mundësinë deputetëve për të folur për atë protestë që është e paprecedent. Ka 11 ditë që janë me 10 mira të rinj qytetarë që kanë mbushur sheshin me kërkesa të qarta, me 5 kërkesa të cilat nisin me të parën dorëheqjen e qeverisë, dorëheqjen e kryeministrit. Çfarë ju bëri ju që në seancën e sotme të vini dhe të paraqisni një rendite pas një projekt ligj, kur para 3 javësh kemi qenë në këtë seancë ku është debatuar për oraret e gjata që duhet qëndrojmë, për ligjet që janë rekomandimi BE-s, për procesin e integrimit, për faktin që duhet kalojmë shumë ligje me procedurë të përshpejtuar dhe sot vini këtu dhe nuk sjellni asnjë projekt ligj. Pse u bë kjo? Për t'i hequr mundësinë e 10 minutëshit çdo deputetit kuvendit për të folur për realitetin që po ndodh sot, jo në këtë sallë të kuvendit, por në shesh, në sheshin përpara zyrës kryeministrit, me dëmet që i keni bërë në këto 13 vite këtij vendi, jo vetëm opozitës, ta keni të sigurt që shumë shpejt slogani i ri do të jetë Ramanburg, Berisha në Washington. Faleminderit. Zoti Balla